Shpesh kemi dëgjuar që sheqeri i kafë është një alternativë më e mirë se sheqeri i bardhë, por nuk është vërtet kështu, sepse dhe sheqeri i kafë dhe ai sheqeri i bardhë kanë të dyja pothuajse të njëjtin indeks glicemik, që do të thotë rritin ose japin një përgjigje të glukozës dhe të insulinës të ngjashme. Është një alternativë tjetër që është sheqeri i kokonatit, i cili ka një indeks glicemik disi më të ulët, por dhe ai nuk është i shëndetshëm. Pra në fund të fundit mbetet edhe ai një sheqer. Prandaj për të treja këto lloje sheqeri duhet të kemi kujdes të mos abuzojmë me sasinë. Nuk bëhet fjalë këtu për një lugë çaji për shembull që mund ta hedhim në kafe apo diku në një pije tjetër në qumësh, por të kemi kujdes të mos marrim sasi me pretekstin të themi që janë alternativa të shëndetshme. Për punë shije për shembull, sheqeri i kafë është për mua personalisht më i shijshëm sepse ka një shije pak më në karamel apo dhe ai i kokonatit, por tek glukoza dhe shëndetit mbetemi që të tre alternativat janë të pashëndetshme. Një alternativë e shëndetshme në fakt është mjalti dhe mjalti i papërpunuar, i paprocesuar që nuk ka sheqer të shtuar. Mjalti është e vërtetë që pjesa më e madhe e tij është fruktozë, pra sheqer, por vjen si një paketë, vjen dhe me elemente të tjera, me substanca bioaktive, me enzima, vjen si një antioksidant, si një antibakterial, si një antiseptik. Madje është treguar në disa studime që mjalti dhe mund të sjellë përfitime në kontrollin e glukozës. Duhet investiguar akoma më shumë mekanizmat në të cilat mjalti mund të ndihmojë, por një shpjegim i thjeshtë mund të jetë dhe thjesht vendësimi i mjaltit me sheqerin që sjell këto përfitime. Pra mund të përdorim mjalt, por dhe ai jo në nivele të tepruara.